Jemi këtu duke u bë gati që të futemi te pjesa për cilën profeti alayhi salatu wasalam ka thënë që është kupshte prej kupshte të xhenetit. Është pak a shumë nën kupollën e gjelbët siç mund të shihet. Vazhdojmë që të afrohemi sipas direktivave të përgjegjësve të sigurisë. Normalisht që shumë njerëz të interesohen me shku, saqë s'ka shans me i pa rezervim. Do të rezervim dhe do të shkuar sipas sistemit. Dhe ja, kjo është ai kopshti prej kopshte e xhenetit, ja fillon prej këtyre mureve që mund të shihni. Dhe ka njerëz shumë. Gjithandej është sfidë me u fut këto. Po është mirë me pas parasysh që ky kopsht i xhenetit është abstrakt. Se janë dy lloje të kopshte e xhenetit në këtë botë. Njëri është me vend i përcaktuar siç është ky në Medinë, pra midis shtëpisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, shpeshini që atje, edhe minberi i tij. Ai vendi ku mahet hyjtja, mund ta shihni mësoj. Ky është vend i specifikuar që ka prej kopshte e xhenetit, formë abstrakte. Kurse vendet tjera s'pas specifikuara janë çdo vend ku mahet ligjërata për Allahun e Madhëshëm, aty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë kur të shkoni në kopshte e xhenetit që të soni. Pra një kopsht është që është shumë i kufizuar, mund të shpesh në çet vend me ardh, tjetër i pa kufizuar, kudo që ka ligjërata, shkoni dhe qetësoni dhe merrni prej fryteve të xhenetit.